Diamant dhe Loreta, po bëhen 10 muaj prej ditës që jeni kidnapu. Është tragjike dhe është e tmerrshme çka është ndodhur me juve. Por për te asaj është edhe më e tmerrshme që ditë më shumë ka tentime të qarta me ju shkput nga prindi juaj, nga baba juaj. Kjo kur nuk do të ndodh. Se lidhjen që e kemi ne, kur kush nuk mund me ndërhy. Por, për momentin, është tepër e rëndë çka të ndodh. Sidoqoftë, si ju tham gjithmonë, bëhuni njerëz me vlera dhe njerëz të drejtë dhe njerëz të mirë. Njerëz që rrajnë, njerëz që manipulojnë, ata janë si kanceri. Ata njerëz si kanceri nuk qëndrojnë gjatë. Kjo kohë e cila është shumë e vështirë për juve, të cilën ju nuk e keni meritu, do të kalon shumë shpejt. Për momentin, kjo është e vetmja mënyrë me komuniku, edhe di që shansa që ju këta e shifni nuk janë të mdhaja, po për do të vjet dita kur unë do t'jap tregoj këtë këto video e këto të vërteta të cilat i kom dokumentu. Se njerëzt që ikin prej realitetit, që rrajnë, që manipulojnë, mojnë me qenë të sukseshëm për një kohë të shkurt. Po kur dhe asnjëherë për një kohë të gjatë. Ju dua shumë, jeni zemrat e mia dhe shihemi shumë shpejt.